Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku në këtë mëngjes tek fati ynë. Ashtu si çdo ditë takohemi këtu në orën 9:15 për të vijuar me parashikimet e hartave tuaja astrologjike të personalizuara. Me mua si gjithmonë në studio astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ditë e sotme është një ditë shumë e vështirë, prandaj duhet keni kujdes juve kudo që ndodheni. Mirë është të bëjmë pak kujdes sot. Sepse kemi një katërkëndës që na ndikon shumë mbi planetet, sepse Urani në ndikimet e veta dhe katërkëndës që bën kërkon kujdes dhe vëmendje. Prandaj paraditja duhet shumë kujdes. Pastaj të tjera vijnë vetë. Dhe ndikimet e tjera do të shikojmë dita ditës, ora orës, gjithmonë këtu. Të falenderoj, Jorgo. Unë ju rikujtoj që mund të bëheni pjesë i bisedës sonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit. Fati ynë RTS. Ndjekim siklin dhe rikthehemi më njëherë në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Do të fillojmë pa humbur kohë, Jorgo, me një mesazh që kemi marrë. Kemi 2 datëlindje në fakt, 8 janar 87. 8 janar 87. Po. Për fatin. E më pas do të kaloj tek datëlindja tjetër. Pyet një nën për 2 vajzat e saj, por parashikojmë datëlindjen e parë, më pas kalojmë tek tjetra. Lidhje me fatin. Orlindje? Nuk kemi. Okej. Atëherë në lidhje me fatin duket se lindur ditë ejte. Në fakt, kjo datëlindje, edhe pse ka pasur mjaft keq kuptime, disa vështirësi, do të thosha në rastin konkret, nëse do marrim disa vite të shkuar, por në ndikimin që ka bërë, sepse po të marrim 2014, 2017, 2021, kanë qenë disa vite që vërtet kanë pasur ndikime mjaft mëdha, sepse ishte koha kur ndryshe mendova, ndryshe veprova. Rasti konkret që vjen tani, 2025, shtatori, këtu që kujdes, mos ndodhi problemi që ka ndodhur vjet. Është një mundësi tani, është një mundësi e mirë, sepse britqapët gjithmonë ruajnë autoritetin e tyre, ruajnë gjërat e tyre që ecin ashtu siç ata dëshirojnë dhe duan, por në anën tjetër kërkohet shumë vëmendje në lidhje me takime, në lidhje me vendime. 2 raste, 2 bisedime që janë në tani në këtë periudhë, unë do të thosha bisedimi të dytë është më mirë për juve, sepse lidhet me ekonominë, sepse lidhet me dashurinë shpirtërore, lidhet me shumë gjëra të jetës. Dhe kjo ndodh se po t'i vëmë re, domethënë nga ana e gjërave, kanë një kuptim shumë të mirë në anën tjetër. Por kur është koha, do themi, që gjërat të vejnë aty ku duhet, po, kemi ndikimin me hënën në dem që ka lindur, kemi çështje që kanë bënë me britqapin dhe të ndikimin shikjetarit, por ka një kuptim mes tyre, por sidomos me gafore dhe me akrep është një periudhë shumë e mirë. Por gjithsesi, do mund jenë planetet të këtyre shenjave tek britqapi, ajo pastaj vjen në individ kur do të jetë personi që do realizohet. Dhe kjo nuk ka vënë për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse 6 muaj i parë i këtij viti ka ndryshime shumë të mëdha, por pozitive. Ndërkohë që ti, Jorgo, bëje parashikimin, nëna shkruan nëse do të fejohet apo jo. Këto kemi me merak këto. Këtë edhe e thashë unë. Nëse më kuptove, është kjo periudhë, pra ky 6 muaj është më pozitivi. Prandaj mos më shqetësoni fare në këtë aspekt. Prandaj ti bjerë pas mos bën gabimet e së shkuarës. Vjet. Nëse juve e dini, prandaj jo për fajin e kësaj datëlindje, por për fajin e keq kuptimeve, por gjërat janë në vijë. Kështu që mos më shqetëso fare. Do të kalojmë tek një tjetër datëlindje, 11 dhjetor. 11 dhjetor. 2002. 2002. Për provimet. Për provimet? Po. 2002. Kënaqësia është sepse jemi në sintoni dhe shkruan që neve të jena. Kjo është kënaqësia. Atëherë, 11 dhjetor 2002, provimet. Vajza tjetër, Apo është tjetër? Po, është vajza tjetër. Okej.
Atëhere, lindur ditë mërkure. Kjo do të thotë, lidhja me provimin mos më rakosni fare, mos e vrisni mendjen, sepse në fakt shqiptar në pak kokë shkret bëjnë ato që duan ata. E se merr nga ana e babit, edhe kohën e duhur që ka të bëjnë ato që çfarë kërkon, ti je e bindur se rrugtimi, jeta do jetë jashtë. Sepse ose do ndikohen këtu gjërat që do bëhen në Shqipëri, por rrugtimi i saj jetës dhe mundësit janë të arta. Mos me rakosi sepse është e 10-ës, mirë por nota më mjaftueshme për kalim është 5-a, sepse kështu duan ata, o duan këta. Rëndësi ka që vajza është në rrugën e vetë atë që kërkon, dhe atë që kërkon, atë që do marri, dhe nuk ka shanse të ndodhë ndryshe. Sepse në lidhje me gjërat që do vinë pastaj në kohën e dur, momente që do të ketë tani e tutja është koha më e mirë e mundshme, sepse shqiptari dhe ndikimi që ka bërë në lidhje me planetet është një mundësi shumë e mirë për sa i përket çështjeve, po të vëmë re domethënë, edhe kombinimi që ka të bëjnë, mundësitë që i jepen, periudha kur ndodhin fenomenet, dhe është një moment mjaft i mirë. Dhe kjo do të thotë ndryshimi, kjo do të thotë mundësi që gjërat zgjidhen, edhe pse është me shumë fat, si themi nga herë njerëz që kanë idur me këmish themi ne. Por rasti konkret i ka gjërat, sepse me hënën tek peshit e t'ja hedhësh kësaj, po s'ka shanse. Këtë botë jo janë, botë nuk e diun. Është me zgjuar se ç'duhet, pra ki kujdes, mos manevrikosni. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim telefonatën e parë në studio për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Kënaqësi. Po. Desha të flisja me Jorgën Po. për si do eci 2026. Datën tuaj të lindjes? 3/9/82. 3/9/82. Orën e lindjes e kemi? Jo, as ditën as orën. Mos u Për shqetësoni. dashurin, për ekonomin, për familjen. Patjetër, ndiqni parashikimin tuaj. Jorgo, të ndihmoj edhe një herë me të dhënat? Atëherë, 3/9/82. 82, po? Dëshiron një parashikim për vitin 2026 në lidhje me ekonominë, dashurinë dhe familjen. Atëre. 3 shtator 82. Orën e kishim jo? Jo, nuk e kemi orën e lindjes. Atëre, kemi të bëjmë në lidhje me virgjëresh, lindur ditë premte, ditën afër ditës, ekonomia, në bazë të çështjeve që bëhen ose gjërat që ndodhin në lidhje me ekonominë, është diçka shumë pozitive, madje është dhe periudha që ndodhin fenomenet ose periudha që ka të bëjnë në lidhje me ndikime të mëdha, me hënën e peshk ose me demin nga njëra anë që ka të bëjnë me anën e ekonomike financiare vazhdimësia, në anën tjetër ka të bëjnë shumë me disa blerje që keni bërë ose disa gjëra tjera që do të stabilizohen. Gjashmëjori i parë është gjashmëjori i stabilizimit të ekonomisë dhe vazhdimësisë. Në lidhje me dashurinë, në këtë aspekt nuk ka vend për të shqetësuar, sepse ja keni bërë zmetin gjithë shkaje dhe në lidhje me një familje të shkëlqyer për vazhdimësinë, dhe kjo do të thotë mundësi të arta në anën tjetër. Duke pasur parasysh koha që ndodhin fenomenet dhe periudha, momenti dhe mundësia që është tani e tutje, duket se një nga mundësitë më të arta, duke pasur parasysh afërditën dhe ndikimin e planetave që japin mundësi në anën tuaj, virgjëreshat gjithmonë kanë pikë reference në lidhje me takime, në lidhje me çështjet e financave, sepse në financë e keni pak a shumë në lidhje me zgjidhje të problematikave të ndryshme, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse koha dhe periudha kur ndodhin gjërat është momenti më i mirë i mundshëm përsa i përket çështjeve financiare, sepse gjithmonë juve jeni në një ndikim shumë të mirë dhe pozitive në punën tuaj, por megjithatë keni të bëni me një takim që do të keni tani tutje përsa i përket anës dhe vazhdimësisë, sepse koha ka treguar që takimet me punën, takimet me ekonominë, stabilizimin e saj është një moment mjaft i mirë në ndryshime. Do vinë një moment që e përgjithshmja, ekonomia dhe dashuria janë aq të lidhura se s'ka shanse të shkëputen nga njëra tjetra. Dhe gjithmonë vazhdimësia është ajo që juve e keni kërkuar dhe ëndërruar dhe e jetoni sot.
Të falenderoj, Jorgo. Do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Data 1 nëntor 76. Data 1 nëntor 76. po. Ora 8 me 8:30 e darkës. Pra, diku ndërmjet këty 8 me 8:30. Po. Okej, e vëmë orë. Po. Dëshiron të di për punën, familjen, ekonominë, si do jetë viti 2026, pra një parashikim të përgjithshëm. Më ndikime që ka të bëjnë dhe me orën se kjo është 8:30 si orë e darkës, jep një mundësi shumë një sepse akrep, ascendente gafore, do të thotë mundësi të arta dhe pak mërzitje sepse ka bërë një nder, ka gjetë qeder në fakt, përse përket të çështjeve madhore, flasim gjithmonë, ekonomia, puna, gjërat të tjera që të ndikojnë. Unë them që pikërisht kjo periudhë është një periudhë që jo vetëm të lë për dëshiruar, por për të gëzuar, sepse boll keni punuar për të tjerët. Ky 6 mujor është më i miri për punën tuaj, për të drejtën tuaj, për gjërat që do të keni dhe 12 vite problematike, 12 vite të çështjeve të punës, të streseve, të gjërave, të familjes, të kohës, po vjen një moment tani që ka filluar qysh vjet në maj, përsa përket ekonomisë të stabilizimit, është momenti më i artë i qenë ndonjëherë, sepse 2025 muaj maj, edhe në vazhdim është koha më ideale. Dhe kështu të kenë vazhdimsi. Në dashuri, nuk duket se ka diçka për të shqetësuar, sepse akrepët flasin me sy, nuk flasin me fjalë. Dhe kjo do thotë në momenti që bëhen, por gjithashtu janë si punë e peshqeve intuitiv, sepse ka atë ndikimin, ka mundësin, ka hënën tek peshqit, ku gjithmonë gjërat aty ku vjen vështirësitë më të mëdha, zgjidhen sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe këto janë pra kjo shenjë. 2026 do jetë viti i saj. Nuk e diskutoj. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Po. Doja pyesja për vajzat. Patjetër. 14/2/2005 edhe 23/8/2010. Atëherë 14 shkurt 2005 dhe 23/8/2010. Po. Për çfarë interesohesh? Për karrierën, për dashurinë, për shkollën. Ore lindjes. Karriera, dashuria dhe shkolla. Jorgo pyet orën e lindjes e kemi? Ditën e hënë kanë lindur të dyja. Orën, ajo- e gjen vetë në datën Në e orën 7 ditën. të darkës e para, 7 e darkës, po, ndërsa tjetra në orën 9 të mëngjesit. 9 të mëngjesit. Po. Ndiqni parashikimin tuaj e dashur? Faleminderit. Faleminderit ju. Jorgo 14 shkurt 2005. Datëlindja e parë, ora 7 e darkës. Ora 19. Po. Nuk diskutohet ka lindur ditë hënë. E vërtetoj. Se unë jam i qik me këto, me shifrat jam i qik. Po. Dua saksin, kjo më pëlqen. Mund duket në vriklët, po është më mirë kur i kemi të sakta. Karriera, dashuria dhe shkolla. Po. Me që se, flasim lidhje me karrierën. Me që se ka lindur në ditën e dashuruarve, por edhe kuptimi që ka të bëjë në lidhje me atë që ka kërkon, e dashuron shkollën, e dashuron atë që do të bëj. Gjithmonë. Nuk është dashuria vetëm lidhjet. Po, patjetër. Dashurohesh edhe me gjëra të tjera që ka të bëjnë në jetën e përditshme. Ashtu që mund dashuruar për shembull me astrologjinë. Asgjë mbi të, domethënë. Por koha dhe momenti që do të thotë rëndësi dhe është shumë e rëndësishme. Dhe ndikimi që ka bërë sepse ujorët kanë një ndikim shumë të madh. Për sa çfarë do të bëhen, çfarë duan të bëhen. Dhe në anën tjetër kemi me ascendenten virgjëresh, virgjëresha shejtoke, do të stabilizim. Dhe konkretizimi i gjithçkaje që lidhet për këtë vit, unë do të thosha termujori i parë mund të ketë qenë shumë i vështirë, janar deri dhe marsi, se keni dhjetor, janar, shkurt, por dhe marsi, është periudha ku mësojmë gjithçka. Dhe vazhdimësia që do të ketë është e artë, jo problematike. Përse përket dashurisë, është vetë dashuruar që të dashurojnë të tjerët.
jo e dashurojnë të tjerë sepse ashtu duhet bërë, por mos më shqetësoni sepse pikat mbi i për jetën e saj e vendos vetë. Dhe kjo është një moment, është një mundësi shumë e mirë, sepse do të ketë një konkretizim, një diçka shumë të madhe, për disa mund mos jetë asgjë, por për ata është gjithçka. Imagjinoni tani për ty është gjithçka, dikush tjetër thotë, nuk të duhet. Se çfarë thot tjetri? Çfarë unë bëj? Çfarë unë kërkoj? Jo çfarë kërkojnë ata unë ta realizoj. Këtu është diferenca. Dhe kjo datëlindja i ka të gjitha. Kalojmë tek datëlindja e vajzës tjetër. Po. 23 i 8 23 i 8 2010. 2010, po. Po të njëjtat, karriera, dashuria, shkolla. Orën e lindjes i njësoj. 9 e mëngjesit. Është 9 e mëngjesit. Po. Ora 9 e mëngjesit. Kopje babaj është kjo. Nuk i paskalon gjë. Arsyeja. Shenjat të tilla që ndikohen, që është virgjëresh, me ascendenten peshore, sepse gjërat nuk i bën pa vetdije. Mendohet shumë për bërë diçka. Dhe këtë ka nga babai, domethënë me këmbë tokë në gjëra që bën. Nga ana më mas, ka marrë ndikimin pozitiv të familjes edhe të gjërave që bën momentale. Por e gjithë historia dhe ndryshimi që bën është në anën të mirë. Do vinë një moment për këtë vajzë dhe do shikojnë dhe vetë sepse si do të ndryshojnë gjërat. Nga do njerë nuk e them për të bërë, domethënë, ku di unë, zgjuarin, por është kjo që ka ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive. Çfarë ndodh? Këtu kemi mënyrën dhe mundësinë më të madhe, ku lidhet dhe me kohën dhe me periudhën që ndodhin fenomenet, sepse ka diçka që ta kuptojmë një herë e mirë gjëra që ndodhin. Kur kemi në kufi me Virgjëresha Luani, kjo është në kufi, kanë atë zjuarsin. Pra, këtu mund të thoshte dikush është Luan, por nuk është Luan, është çështje sekondare. Pra, për ne themi nga ndonjëherë që luan një rol shumë të rëndësishëm. Në rastin tjetër, e kemi në peshore. Në peshore, çfarë kemi? Ascendenten. Ascendenten na mëson shumë gjëra që neve duhet të arrijmë atje ku neve duhet dëshirojmë. Dhe i duam të gjitha gjëra siç duam. Peshorja që ndikohet shumë dhe të gjitha këta kur kemi në këtë rast që jemi në kufi, në sekondar, merr nga babai. Dash djalë, dash vajzë. Për ne unë ndaj në këto grupe dhe në 99 janë të vërteta. Dhe e thon vetë në njerëz, jo se e them unë. Kjo është ajo që unë bëj. Dhe mund të thotë, kuptimi që ka të bëjnë, mënyra se si janë gjërat, do vinë një moment se do ketë nevojë për këtë. Sepse me zjuarsin kanë mençurinë dhe momentin e duhur. Kemi gjithashtu, kemi hënën në shenjën e ujorit, ku mundësitë që jepen, koha kur ndodhin fenomenet, është e përgatitur dhe di shumë mirë çfarë do të bëj. Edhe pse mund të ketë debate për shembull, po për të mirën e gjërave. Dhe nganjëherë dëgjojeni, mos anashkaloni atë si thot fëmia, sepse ka një të drejtë madhe. Dhe momenti që do jetë tani e tutje, është koha më ideale dhe më e suksesshme. Aq më mirë kur duken gjërat, kur kemi mes qiellori që bën ndarjet e ndryshimeve të jetës nga sot nesër e në vazhdim, e kemi nga Gafore. Gaforja thot, unë eci avash sepse nxitoj. Dhe prandaj ka të gjitha që lidhet edhe kohën me babajnë, me ndryshimet, me gjërat të tjera që do të ndikohet, zemërgjërsia, çiltërsia, që përket nga të gjitha gjërat që ka të bëjnë, dhe është momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Prandaj një rrugtim shumë i mbar, shumë pozitiv, që do ketë në vazhdimsi. Por kur ndodh kjo, në 3 mujorin e fundit të vitit, do më kujtoni se ka diçka i surprizë shumë e madhe që mund të ndodhi kësaj vajze. Të falenderoj, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Përshëndetje nga Përmeti. Shumë kënaqësi. Po. Urime për emisionin, jeni shumë të mrekullueshëm, të dy bashkë. Ju falenderojmë. Unë jam 22 nëndori.
1960 mos gaboj një shigjetari. Edhe dua të di përshëndetin për punën, kanë kohë që pres një dokumentacion, e mund që të më këto të treja kishe. Dokumentin e prisni nga jashtë apo Shqipëri? Brenda për brenda. Në rregull. 22 nëntor 60. Po, përshëndetin. Patjetër, shëndeti, puna dhe dokumentacioni që prisni prej disa vitesh tashmë? Për disa muaj. Muaj. 7 muaj. Muaj. Për 7 muaj prisni. Kam 2 muaj e pak. Po. 2 muaj. Në rregull. Ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet Sa ekranit. mund këtë filluar? Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju urojmë një Kënaqësi. ditë sa më të mbar. 22 nëntor, Jorgo, 60. Po ta vini re, domethënë, dhe 22 që është të kufiri, dhe di shumë mirë që është çashëst. Po. E kjo është për kënaqësia që mbaj. Kemi tani. Shëndeti, puna Po. dhe dokumentacioni. Po. Kemi ndikimin më të madh që ndodh, pra 2 muaj i bie 10 janar. Në nëntor mund të ndodhë. Tani, këtu kemi, nuk e diskutojmë, ja ku e kemi, ndikimin më të madh, sepse lidhet shumë edhe me punën dhe me karrierën që ndodhin fenomenet. Por, në anën tjetër, kemi në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme mbi periudhën që ndodhin. Këtu kemi ndikimin e diellit, pra është në kufi me akrepi, por shigjetar. Pse gjëra ndodhin janë sekondare? Pre 2 muaj dokumenti. 7 muajt e përpara, për shkak që ka pasur disa gjëra, i ka rregullu me të drejtën e vet. Vjen tani, për arsye për shembull, mund ta kishe marrë në janar, 7 janar me 23 janar, harko kohor. Arsye ko është shtyrje. Mirë po, kjo shtyrje nga njëherë sjell rregull, sjell mundësi, sjell ndryshime. E tani në shkurt, unë do thosha trokit, sepse e ke për ta marrë. Nuk diskutohet që mund ta merrni edhe brenda muajit shkurt, sepse është dhe mundësia, është koha dhe ndryshimet që ndodhin, sepse ka ndikime shumë mira, por ne themi risku, themi atë që ndodh, domethënë në ujor. Në ujor, gjithmonë në shkurt të bëhen gjërat dhe nisin gjërat për juve, edhe pse shqiptarët aska s'mbarohet asnjëherë, por keni një shans shumë të mirë dhe tepër pozitiv mbi ndryshimet që bëhen. Por gjithashtu, nëse do marrim një përgjithësi të këtij viti, është viti më fantastik i që ndonjëherë, sepse keni pasur shumë, ajo që nga njëherë fati do që nderi me nder bëhet. Dhe ndryshimet që kanë bënë, mundësitë që i jepen, është koha më ideale e 6 muajit të parë, ku mundësit janë mjaft mira. Unë uroj se sa më shpejt ta merrni dhe brenda muajit shkurt do jeti kënaqësi kur na merrni që una dokument që prisja mora. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jo yje. Mirëmëngjesi, Respekt. mirëmëngjesi. Ku je bukuroshe? Ne jemi në krye të detyrës. Si është dita për ju? Bravo, ty të rrini se pa ju nuk pihot as kafja. Profesori si e kam. Mirë. Na vjen mirë në fakt që na ndiqni çdo ditë, na telefononi her pas here. Që në orën 7, kur e nis 7:30 që e jepën, edhe deri tani si të mbaroje, kam gaforën afër me sjell kaj kafe, kaj gotë, edhe s'rrit do të pa ju morë. Shumë kënaqësi. Po, për çfarë interesohesh sot? Nuk do t'ju mërzish shpesh, do t'ju mërzish tani nga jem 3-4 ditë. Kënaqësi nuk ka problem. Mos u shqetësoni as pak. hapësirë dhe tjerëve. Mos u shqetësoni. Po, për çfarë do të parashikojmë sot? Do pyet për ditë çunat. Patjetër. Njëri ka 8 qershor 91-shin, ora 7, 6:07. E mëngjesit? Pasurisht të ndet, është në Angli. Po. Po e di. Tjetri, po prapa është në Angli, i ka falë zote dhe një mbretëresh, i themin ne. Pash me jetë. Presëm dhe për një mbret, po nuk e dihet, ma vonë, atë do t'in lokumët. Do vidhaj, ku të shkoj? Aja ka 18 janar, 93, ora 7, 6:07 dhaj.
Bëhet fjalë për orën e mëngjesit, apo jo? Po, mëngjesit të dy në mjes. Po. Me lidhjen e diellit, shumë ka thonë. Atëherë, 8 qershor 91 dhe 18 janar 93. Po, dy shunat. Ora 7 e mëngjesit. Ora 6:30 në 7. Po, 6:30 ose 7 e mëngjesit. Po, fiks. Atëherë, për ecurin dhe shëndetin, për djalin e parë. Shëndetin, ecurin, pasurin. A kanë gjohë, s'kanë mërë. A të shenë e 5.000 unë andej. Andej nga vinë ata nuk ka shanse, po s'ken shanse. Ja, i kam mashallah. I ka shpjet e vetë në Angli, edhe në Durrës, edhe në Tiranë. Mbarësi, jetë gjatë. Të lumë të goja, po nuk e tja kanë gjatë mamit e ababit. A gëtë dhe ka forës. Do ta prish qik shefi, se marrin nga mama e qëni math. Që të tisht ma thush, mu vetëm shefin bëhet. Unë të shtarit i kam shefun. I vogli merë të këti nga i nati. I vogli. Nga ama? Nga ti. Unë gjëtë sa më shumë i madhi mërë. Jo, i madhi del nga mamaja. Ndishtë një parashikimin tuaj përmjet ekranit, shumë kënajsi. Respektim, falni si unë mëzis. Jo, Fare, as pak mos u është kënajsi. shqetsoni. Është shumë kënajsi, gjithmonë që Në ngjelet hati për nuk more, se në thëmë qarë u bë. Zoti ju rut, ju bekoft ku do që t'jeni. Faleminderit, ju urojmë një ditë të mbarë Faleminderit, familje të gjithashtu. mbarë. 8 qershor 91, ora 6:30 me 7 të mëngjesit. Ecuria, shëndeti, pasuria. Kemi të bëjmë me shenjën e binjakve, me ascendentën nga fore. Nga mamaja, për ne ka li që i natin thonjza. Po. Se nuk them kodë, nuk them në hirë që them kështu, është kështu. Edhe, beso kontrolo, po ja, kështu del. Po. Në anën tani, nëse i përket do më thënë punës dhe vazhdimësis, nëse nga njërë gjëra që ndodhin, nuk është për të bërë qefin gjithmonë, se gjithë gjë që ndodhë, ose kujdesi i paraprimi diçka, nuk ka problem fare këtu. Këtu janë gjërat i mjaftë pozitive dhe tepër ideale. Me hënën e dash, po të vini re, fëmijët asnjëherë nuk agravojnë, ose nuk dalin, do më thënë, kur rriten problematik. Sepse genetika asnjëherë nuk do, çdo prind mundohet shumë për fëmijën. Gjithë 99.999 gjitha përqind, 100% për fëmijët e vetë. Në rrasë konkret, fëmija ka vetë në vetë atë të respektit dhe të mundësisë si ta bëj. Dhe shi, djellë, stuhi, ku diun, i reziston. Atëhere, kemi një mundësi mjaftë mirë të për pozitive, mbi ndryshime dhe takimet që janë mjaftë ideale, sepse ka shumë planete që ka në britsjap do të thotë maturi në lidhje me çështjet që ndodhin. Ja, pra ku e kemi këtu, por e kemi binjakun, me se na ndjek. Dhe ascendentën nga fore, dash të rini na, dash mos të ri, s'kemi shtat i bëjmë tani. Është mjaftë, te këti thotë e një laftë mirë, ta thotë, mos u mërziti, se ka ndikim, janë të komunikueshëm, kanë Mërkurin, Mërkuri është komunikimi, është vazhdimësia. Tani, në Luan, ka ndikimet edhe kohën e dur. Po shikojmë Jupiteri që është pasuria e drejtë, pasuria me djerës, ja ku jemi. Jemi të Luani që ndikime shumë të mira. Dhe koha, pasurit me djerës nga njerë i rezistojnë shekujve, jo momentale, edhe kjo duhet pasur shumë kujdes tek njerëzit, se gabojnë gabimisht, ose në çështjet testamente, ose po ta vëmë re të më shumë kanë bëjnë tek demi të lidhje me nga babai, nga jyshi, që kanë bëjnë në pasurit ose gjëra që kanë bërë me të drejtën e tyre. Prandaj familja gjithmonë ka një esori në gen, në rrënjët e tyre. Dhe këto njerëz kapen për rrënjësh, jo për degësh. Dhe kjo të thotë mundësi stabilizimi që reziston kohës. Momentet që janë dhe nuk e diskutojnë këtë vendyshim, ky 6 mujor është më perfekti. Nuk e di arsyen, por ose do bëhet një çështje ndryshim pune, me punën do ta ketë, mund ta thotë javën tjetër, djali, sepse ka një diçka shumë të mirë. Ama ti thuaj se më tha Jorgo, thuaj, po e patë bëmen për të ndryshoje. Do e pyes Jorgon në javën tjetër kur është momenti, i thuaj ti dhe lafosimin, e shikojmë se çfarë ndodh në rastin konkret. Po është pozitiviteti më i mirë dhe tepër ideale. Sepse këto gjërat, ndikimet këtu, Plutoni, që Plutoni që është në Akrep, u jep atë mundësinë e ndryshimit, sepse thotë, po ti ke një të drejtë, e drejta jote është kjo këtu. Dhe kjo këtu të ndihmon, dhe mundësitë që ka të bëjnë në anën tjetër. Dhe është mjaft pozitive. Vazhdimësia familjare është më perfektja, më mirë prishet. Djali tjetër, 18 janar,
93, Atëherë kemi 18 janar, 93, 93, ora 6:30 me 7 e mëngjesit, po. po të njëjtat, shëndeti, ecuria, pasuria. Atëherë, kalin ditana. Bricap e bricap. Ndikimi që ka të bëjnë, dhe ky merr nga babi. Merr që nga babi, sepse bricapët nga aparenca janë pak të ftohtë. Dhe gjërat nevrikosen aty ku duhet, nga donjë, por një e teprojnë. Në anën tjetër, këtu kemi lindur ditana. Pse edhe si funksionojnë gjërat. Tani, ka fajnë Jorgo për ndikimin e planetar? Ja pra ku janë. Edhe që harta që të regon. Kemi hënën shigjetar, që asnjëherë nuk humbasin. Po, marrin nga mamaja dashurin dhe mshurin, kohën dhe momentin. Marrin që kokëforcin nga babi. E kanë që këtë gjë. Por janë shumë të sjellshëm në atë që ka bëjnë. Sepse respektin ose i diçka ja jep dhe kështu, po jep dhe kështu. Kurse ky e ka kështu. Dhe kjo është ajo që ka ditë zgjedhje me pak fjalë. Sa është ndryshimi mes fëmijëve? Shumë i madh. Po mirë, pse do bëjmë qefit voglit ne? Nuk ja bëjmë. Por meqense në lidhje me parat, ke që kujdes ky vogli. Mirë bën që konsultohet, flasim në familje. Po, po. Por i gabimi vogël, që është bërë gabimi vogël, por i riparueshëm, po mos ta bëj më. Sepse i madhi nuk bën gabimet më dha, ku di se ku do shkoj. Ky i vogli, mund të themi çik për këdhelun neve, dy çuna kam edhe i vogli për këdhel më tepër, si themi shkopdore, na ndihmon ato gjë që bën. Kështu ka pësur dhe ky. Por megjithatë e rregullon. E thuj ku ke gabuar, thuaj, sepse kështu tha Jorgo. Edhe do e kuptoj, edhe thot, po, janë gjërat ekonomike, do thosha. Nuk është diçka e riparueshme. Por të dy kanë shanse shumë të madhe dhe në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me stabilizimin. Më shumë fat që ka filluar nga, nëse do ta marrin neve, nga janari, 15 janari e të hu, gjërat janë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive, që prodhoi diçka shumë të rëndësishme dhe është e realizueshme në fushën e ekonomisë. Familjes së këtyre gjërave kanë gjetur mënyrën e komunikimit, është shumë e rëndësishme gjuha e komunikimit. Kur nuk ndërhyjnë të tretat në mes kurrë, sado që mundohen nga dyja palët, sado që mundohen të gjenë, kur nuk përzihen. Sepse janë vetë këta që nuk e pranojnë. Dhe kjo është ndikimi më i mirë që i ka dhënë. Mësimin e kanë marrë dhe nga prindit, por dhe nga gjërat, por janë dhe vetë njerëzit në kulturën e vetë, në atë të drejtën e tyre, të mundësive dhe të rëndësive që ata kanë. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim telefonatën e fundit për sot në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, ju Me falenderoj. kë flasim dhe mirëmëngjesi, faleminderit që na jeni bashkuar. Me zër ju ka, po që në fillim e deri në fund. Linja është gjithkohës duke u përpjekur për të kapur telefonatat, kështu që është e kuptueshme. Shumë kënaqësi që na jeni bashkuar. Për burrin dhe të linja 29 qershor, viti 76. 67, më fal. 67. 67. 29 qershor. 67. Po. Për ecurin, për pasurinë, do të ketë në një fije fat tek paret. Patjetër. Është marakli për lekun. Orën e lindjes e kemi? Nuk e di. Është bashkëshorti. Nuk e di. Mos u shqetëso. Ndiqni parashikimin tuaj me këto të dhëna. Ju urojmë një ditë sa më të mbar. 29 qershor, Jorgo, 67. Ecuria dhe pasuria, si do jetë pra ana ekonomike, financiare? 29 qershor 67, apo? Po. Atëre, lindur ditë ejte, unë do të thosha në lidhje me pasurin, nuk është fajtor për gjërat që kanë ndodhur më përpara, por ka për të marrë, jo për të dhënë. Dhe nëse do flasim për vazhdimsinë dhe kohën, ndikimet nga më pozitivet, njerëzit lindur ditë ejte kanë disa mundësi që i zgjidhin ashtu siç duan ata. Sepse gaforret duken vërtet dhe kanë një të drejtë madhe. Ofret për pasurinë e vazhdimsinë, sepse gjithmonë kanë ndikimin që duhet jenë të kujdesshëm
në gjërat që bëjnë. Dhe gaforët e kanë edhe lumë ata që kanë gafore në shtëpi dhe mirë ata që nuk ja dinë vlerën. Është ligji i jetës dhe ligji i natyrës. Sepse nuk kompromentohen kollaj. Në këtë botë jo, botën tjetër nuk e diun. Sepse gaforët e kanë një gjë të tillë. Dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Në individ flas. Dhe periudha që ndodhin fenomenet, meqense ka të bëjnë në këtë drejtim nuk ka problem. Kanë kaluar problematikat ose disa gjëra që u bën pa dashje, lidhe me disa blerje që prap u ndikua negativisht, po u rregullua gjatë rrugës, dhe tani e tutje, gjërat janë shumë pozitive dhe tepër ideale në ato që ka bëhet. Në fushën e familjes, pse të shqetësoni? Përkundrazi, koha ka treguar që i bashkon njerëzit, koha ka treguar dhe do t'rregoj shumë tani e tutje, që do të jenë kaq shumë dhe kaq pozitiv që nuk kanë qenë asnjëherë në 2 shekujt e kaluar. Prandaj ta keni kujdes që them dhe do shikoni dhe vetë, sepse si është futur ky vit dhe si do shkoj deri në 2037, po 2020 do flasim këtë vit një herë, ne, e do shikojmë dita ditës, java javës, viti vitit. Të falenderoj Jorgo, në fakt për të gjitha parashikimet, ju falenderoj të gjithë që ne jeni bashkuar përmes telefonatave dhe mesazheve. Jemi drejt fundit Jorgo, në këtë mbyllje, çfarë do të thuash? Unë ju uroj një ditë të mbar, të begat, dhe të kenë kujdes me çfarë duhet bërë. Ditën e sotme, keni kujdes e themet madhe, sepse nga masdite do shikoni, hapni televizionin, do ndjoni disa lajme, pak rësi ka kjo, por me timonin keni kujdes. Pini sa të doni, por lereni qelsin e makinës në shtëpi. Se dikush tjetër t'ju sjellin në shtëpi, por jo juve. Uroj më të mirën e mundshme. Nga unë Adelina, një ditë sa më të mbar dhe mos harroni, shpërndani sa më shumë pozitivitet.